pavarur dhe sovran. Mirë, po afrohemi drejt fundit, më intereson edhe mendimi juaj, profesor, për Maqedoninë. Kemi një shtet ku shqiptarët janë faktor determinues, janë pjesë e etablimit funksionit dhe të gjitha funksioneve shtetërore në Maqedoni. Në anën tjetër, kemi një shtypje të vazhdueshme të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve në Maqedoni. Maqedonia vazhdon të kontestohet ndërkombëtarisht edhe për arsye të emrit, vazhdon të jetë larg NATO-s. Maqedonia është fut një cikël kriza shumë të vështirë dhe kompleks. Më intereson ekskluzivisht roli i shqiptarëve në zgjidhjen e tërë këtij lëmshi. Janë më tepër se 40% zyrtarisht. Shqiptarët kanë kontribuar shumë dhe kanë sakrifikuar shumë në Maqedoni. Kanë bë progres, nuk mund të mohohet, padyshim, sot nga një hapësirë pas një universitet ka disa universitete, ka mira student, ka dhjetra profesor, në aspektin intelektual, në akademik, kanë përparuar, kanë fituar përvojë administrative, kanë pushtet vendor, kanë qeverisje vendore, kanë ecë me biznese, kanë kriju mediat e tyre, kanë arritur progres. Pika ku nuk kanë arritur progres është leadershipi. Pjesa më prapambetur e garniturës politike në Maqedoni është leadershipi shqiptar. Pse e them këtë, i nderuar koleg, i nderuar zoti Sede? Garibaldi ka lënë një mësim të madh në historinë e mbar njerëzimit. Ai luftoi shumë deri në 1870-ën. 1870-ën Italia u bashkua në saj të luftës sakrificës tij. Sa po marrë luftën, e dini cili ka qenë vendimi i tij? Ka shkuar në fermën e vet për të kthyer, për të punuar tokën dhe pasurinë e tij private, duke thënë mbretit, tani shtetin duhet ta drejtojnë shtetarët. Nuk mundesh të jesh gjithnjë primo inter pares, i pari në të parët. Politika e forcës, lufta, kontributet kanë vendin e vet. Vuajmë edhe në Kosovë. Unë po jap një mesazh për të gjithë. Personalisht unë kam 40 vjet që punoj me diplomaci. Unë nuk jam për forcë, nuk jam për politik forcë, nuk jam për të luftuar. Por duhet me ditë edhe këtë që zanati i diplomatit është luftë nervash, është luftë kulturash, është luftë traditash, është luftë teknikash, është luftë instrumentash, është luftë mekanizmash, është luftë sjellje, është luftë ngjyrash, është luftë aromash, është luftë mimiko-gjestikular. Gjithçka në diplomaci flet, nuk arrin dot me marrë me mend që edhe aromatiku që përdor flet diplomaci. Edhe veshja flet, edhe mënyra si komunikon flet, body language flet. Vendi ku takosh flet, çfarë pin flet, sa minuta zgjat flet, intonacioni ulje ngritet flet, gjithçka është mesazh, everything do talkings, gjithçka flet diplomaci. Duhet me ditë që nuk mund t'i bëjnë tëra punët liderët tanë politik. Për shembull, leadershipi në Maqedoni ka ngel shumë mbrapa. Është leadership, nuk e akuzoj as për patriotizëm, as nuk e akuzoj për korrupsion, siç thonë të tjerë që mund të ketë probleme të tilla. Po e akuzoj për kualitet këtë drejtë e kamu. Nuk keni kualitet të nderuar lider shqiptar të Maqedonisë. Nuk mundeni ju me çu më përpara procesin që është shumë i vështirë, sepse shoqëria shqiptare në Maqedoni sot ka mira intelektual, ka mira akademik, njerëz të ditur, biznesmen, duhet me ditë mi hapur proceset, se kështu del edhe më i nderuar nga politika dhe më respektuar dhe thjesht tjetër. Se sa të insistojmë dhe të këmulin që në çdo proces, në çdo etapë të jemi në krye të punëve. Kjo nuk funksionon askund botë.